Qyteti bregdetar i Sarandës po mirëpret këto ditët e para të pranverës turistë shumë të vendas dhe të huaj. Temperaturat e buta dhe moti me diell kanë bërë që shumë vizitorë të zgjedhin jugun e vendit për të kaluar disa ditë pushimi dhe për të shijuar bukuritë e qytetit bregdetar. Zgjedhëm të vizitojmë Sarandën nga fotografitë që kemi parë. Është e rajon e parë këtu. Vim nga Gjermania. Më shumë jemi të interesuar për të parë investimet që po bën në këtë qytet dhe në jug të vendit në përgjithësi. Po e shijojmë shumë qëndrimin këtu. Mendojmë se kemi bërë mirë që zgjodhëm Sarandën, qytet i bukur, me njerëz shumë mikpritës. Në verë do i bëjmë pushimet këtu. Turistët që kanë zgjedhur të vizitojnë Sarandën shprehen të impresionuar nga natyra, klima e ngrohtë dhe mikpritja që gjej në këtë qytet. Shëtitoria Buzdetit është ndër vendet më të frekuentuara nga vizitorët gjatë këtyre ditëve pranverore. Është hera jone e parë në Shqipëri. Jam befasuar nga klima dhe bukuria e Sarandës. Është perfekte për pushime pranverore. Shëtitoria Buzdetit dhe atmosfera e qetë e qytetit e bëjnë vizitën shumë relaksuese. Vizitorët tregojnë se Saranda mbetet një destinacion i preferuar jo vetëm gjatë verës, por edhe në stinën e pranverës kur qyteti ofron qetësi dhe mundësi për të eksploruar zonën përreth.